Kështu që kemi 30 vjeçar që nuk po stabilizojmë veten. Tani nuk do vinë të tjerët që na thonë neve, hap gojnë se do ju ushqejmë. Kështu që vendi duhet nxjerrë patjetër udhëheqësa. Jo deputet. As politikanë që bëjnë nga as kryetar partije, se ata nuk janë udhëheqësa. Janë udhëheqësa ata që i shërbejnë kombit, kanë vizionin se çdo bëjnë dhe si do ta orientojnë vendin për të mbijetuar ky vend i vogël, ashtu si gjithë të tjerët. Por është politika e që përcakton, do përcaktoj aleancat, drejtimet ekonomike, drejtimet politike, e kudion. Dhe ne tani nuk kemi gjë. Dhe në bashkëpunim për shembull, ne sot jemi 2 shtete shqiptare. Po pikërisht, atë do thoya në pjesën e fundit kisha lënë Kosovën. Pikërisht çfarë mund të bëjmë në bashkëpunim me Kosovën? Ne kemi shumë bashkëpunime. Domethënë, në të gjitha fushat ne kemi bashkëpunim me Kosovën. Komplet. Sepse në fundit jemi një kom. Jemi në 2 administrata të ndara, po jemi një kom. Po të 2 klanet drejtuese atje dhe këtu nuk janë ulur një herë të bëjnë një plan për mbrojtjen e këtij komi. Nuk ka. Edhe vitin e fundit që nuk ka ngel njeri pa folur me njeri për situatën në botë, nuk e di sa herë mund të kenë folur 2 kryeministra. Aq herë janë takuar e do takohen, nuk u bjen ndërmend fare, sepse është krijuar kjo psikologjia, na mbron apo. Dhe kjo do jetë fatkeqësia jonë. Kjo teori që ne na mbron ato nuk në rast të një konflikti, NATO as do marrë vesh se ku ka problemet e veta, hallet e veta. Edhe s'do bjen ndërmend që ekzistojmë ne këtu apo jo. Fare, kjo të jemi të qartë. Duhet të mendoj vetë, domethënë të kthehemi tek ai proverbi i thjeshtë, thotë i Zoti e nxjerr gomarin e balta. Si mund shkrihet përfitja jonë me atë të Kosovës, me forcën e sigurisë të Kosovës në një? Mundet që nga ana administrative të mos krijosh një secili të ketë atë ushtrinë e vet, minimale, sa duhet për ato, bazën e vet materiale, bazën furnizimet e kudion çfarë i duan një enti ushtarak për të përballuar një situatë të vështirë që mund të vijë në një moment. Dhe parama duhet të jenë planet e përbashkëta, strategjike dhe operative, që çdo bëjmë në rastin e kërcënohet del një situatë kërcënuese ndaj kombit tonë. Çfarë do të bëjmë? Dhe do t'i kemi letrat gati. Si do mobilizohemi? Çfarë do bëj njëri, çfarë do bëj tjetri? Detyrimet reciproke me njëri tjetrin, si do mobilizojmë edhe sa do mobilizojmë? Ku do lidhim aleanca? Ku do e presim furnizimet e tjera me radhë? Këto gjëra bëhen dokumentacione, marrëveshje, plane strategjike, mbyllen zarfe dhe mbahen sekret. Por ne nuk kemi asnjë lloj veprimi të tillë deri më sot. Nuk është në një gjë të vesh bësh një stërvitje, merr një tokë këtu, çohen në Kosovë ose bjerë anasjellës aty dhe mbushet ekrani televiziv dhe thua ti siguri jemi ne forcat të armatosura. Por atje marrin pjesë 20 veta gjithsej. Duhen plane të sakta, të qarta se çfarë mund të bëjmë neve dhe ç'duhet të bëjmë. Duhet të bëjmë për ekzistencën tonë. Një ushtri, sa mund të jetë ushtria që na duhet neve, Kosovës dhe Shqipërisë? Sa duhet kemi nga dishmëri? Një